Vajza dhe hëna e argjent. Na ishte njëherë një vajzë e quajtur Diona, e cila një mbrëmje po kalonte në përpyll për të kthyer në shtëpi. Qelli ishte i thjellët dhe hëna ndriçonte fort, duke i treguar rrugën me dritën e saj të argjent. Teksa ecte, një re e madhe e errët filloi të afrohej dhe ngadalë mbuloi hënën. Pylli u bë zymt dhe hija e pemëve u shtroi mbi shtek. Diona ndieu pak frikë, por nuk u ndaj. Pa pritur, nga pas një peme doli një dhelë për e vogël me sy që shkëlqenin. Mos ki frikë, i tha ajo. Reja ushqehet me frikë, por ti ke dritë në zemër. Dhelë pra i dha një gur të vogël që lëshonte një shkëlqim të lehtë. Mendo për diçka që të bën të lumtur, i tha ajo. Diona mbylli syt dhe mendoi për familjen e saj. Reja u shpërnda dhe hëna shkëlqeu sërish mbi pyll, më e bukur se më parë. Diona buzëqeshi dhe vazhdoi rrugën e saj, duke kuptuar se edhe në arsyen më të thellë, drita e besimit nuk shuhet kurrë.